Nataliteti vazhdon të mbetet i lartë në vend banimet shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kështu thuhet në raportin vjetor të Entit Shtetëror të Statistikave. Sipas raportit, rritje pozitive natyrore është shënuar vetëm në rajonin e Shkupit, ndërsa në rajonet tjera të vendit numri i vdekjeve tejkalon ndjeshëm numrin e lindjeve. Haraqina rezulton komuna me natalitetin më të lartë në nivel shtetëror, pas saj renditen Studeniçani, Saraj, Likova, po edhe disa komuna tjera me shumicë shqiptare. Rritje pozitive pati vetëm në rajonin e Shkupit, kryesisht në Saraj, plus 8.4, Çajër, plus 5.5, Haraqin, plus 10.5, Studeniçan, plus 9.7, Likov, plus 6.2, Zelenikov, plus 5.3 dhe Shuto-Orizare, plus 5.2 për 1.000 banor. Rënja më e madhe ishte në Novosel, minus 14.8 dhe Novac, minus 13.7. Numri i martesave vitin e kaluar u ul për 1.600 dhe divorcet u rritën për 259. Numri më i madh i divorceve për 1.000 martesa ishte në rajonet e Vardarit, Lindjes dhe Juglindjes, mbi 200. Sipas të dhënave, më pak shkurorzime për 1.000 banor janë regjistruar në Vefçan dhe Qendër-Zhup, si dhe në komunat Sopisht, Likov, Haraqin, Saraj dhe Peshqev. Të dhënat për natalitetin i kanë pëlqyer kreut të komunës së Haraqinës, Daud Beqiri. Në një reagim i parë i Haraqinës ka potencuar se ky është treguesi më i mirë në nivel shtetëror dhe dëshmi se Haraqina është një nga komunat më vitale dhe më me perspektivë. Në një kohë kur shumica komunave përballen me rënje të popullsisë, Haraqina dallohet si shembull pozitiv fal familjeve të reja, komunitetit të fortë dhe vlerave që ruhen ndërbreza. Si kryetari i komunës, qëllimi im është të mbështes këtë potencial dhe ta zhvillojmë edhe më tej Haraqinën në interes të gjithë qytetarëve dhe të ardhmes sonë të përbashkët. Të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikave tregojnë se ndonse vendi përballet me rënje demografike, disa komuna shqiptare vazhdojnë të mbeten ndër më vitalet në vendin tonë.